Larja e dhëmbëve të paktën 2 herë në ditë, përdorimi i perit dental pas larjes, konsumimi i ushqimit të shëndetshëm, hidratimi, vizita të rregullta te dentisti 2 herë në vit. Këto janë porositë e stomatologëve për mirëmbajtjen e shëndetit oral. Në prag të ditës ndërkombëtare të shëndetit oral, e cila është më 20 mars, shoqata jo qeveritare Dento Zofia organizoi aktivitet duke vendosur një stend informative dhe një ekspozit për të informuar qytetarët dhe për të ngritur vetdijen e tyre për rëndësinë e mirëmbajtjes së shëndetit oral dhe se çfarë sëmundjesh mund të paraqiten në rast se nuk kujdesemi për të. Sot, me qenë se kemi rastin e ditës ndërkombëtare të shëndetit oral, kemi vendosur të bëjmë një aktivitet të tillë ku do të informojmë qytetarët se çfarë është shëndeti oral, si duhet ta mirëmbajnë, çfarë duhet të bëjnë, si duhet të mbahet higjiena e gojës, a është mjaftueshëm të lahen dhëmbët një herë apo vetëm 2 herë në ditë, a është mjaftueshëm vetëm të lahen dhëmbët. Problemi që më së shpeshti e hasin stomatologët gjatë punës së tyre është mos larja e dhëmbëve. Mos larja e dhëmbëve. Aty edhe fillon gjithçka, ashtu siç e përmendën. Do thonë, nga fillimi apo akumulimi i pllakut dentar dhe mos larja e të njëjtës, do të thonë mos largimi asaj, mos menjanimi asaj, ajo dërgon që ne të kemi probleme të ardhshme, ashtu siç mund të fillon edhe prishja e dhëmbëve. Mbajtja e higjienës orale, larja e dhëmbëve është një pikë nisje ndaj gjithçka që ne të kemi një trup të shëndosh. Dento Zofia është organizatë jo qeveritare e krijuar nga studentët stomatologjisë që ka për qëllim të mbledhë të gjithë studentët në një, të bëjë një trup studentor të stomatologjisë dhe të bëjë aktivitete të cilat do ju ndihmojnë atyre në pjesën teorike, por edhe në atë praktike, ndërsa thonë se janë të hapur për studentët e të gjitha universiteteve.